mos na hapë të muhabet tani, se nuk e paqe me ndërtuesit nuk ka. Paqe fiskale me gjithë po, paqe për standardet me ndërtuesit nuk ka. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me përfaqësues të komunitetit dhe të biznesit ku diskutua për hapjen e një faze të re bashkëpunimi mes qeverisë dhe sipërmarrjes, me fokus formalizimin e ekonomisë dhe garantimin e një rritjeje të qëndrueshme afatgjatë. Takimi u cilësua si një dialog i hapur ku u trajtuan sfidat aktuale dhe pritshmëritë për të ardhmen ekonomike të vendit. Gjatë fjalës së tij Rama theksoi se paketa fiskale 2026 nuk parashikon rritje taksash, por synon ndërtimin e një sistemi fiskal më të drejtë dhe më të balancuar. Sipas tij, kjo paketë do të shërbejë edhe si një hap përgatitor për bizneset shqiptare në kuadër të procesit të integrimit evropian, duke i përafruar standardet fiskale dhe administrative me ato të Bashkimit Evropian. Kryeministri vuri në duke si qeveria synon një marrëdhënie më transparente dhe më bashkëpunuese me sipërmarrjet, duke i dhënë fund praktikave informale dhe duke krijuar një klimë besimi mes palëve. Ai cilësoi formalizmin si një domosdoshmëri për zhvillimin ekonomik dhe për rritjen e konkurrueshmërisë së tregut shqiptar. Në përmbyllje, kryeministri cilësoi këtë periudhë si një mundësi për paqe fiskale mes shtetit dhe biznesit, duke i bërë thirrje sipërmarrësve që të investojnë me ndershmëri, korrektësi dhe respekt për punën e tyre që kontribuojnë çdo ditë në suksesin e tyre.